Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Sot ndihesh më i lehtësuar emocionalisht, një cikël brenda teje po përfundon dhe hap vend për një fillim të ri. Në punë mos nxito të gjesh zgjidhje të detyruar, prit që situata të shuplaken vet. Në dashuri, lëri çështjet që të sqarohen natyrshëm dhe shiko rritje të thellë të ndjenjës. Demi. Shfrytëzo ditën për të vepruar me kujdes financiar, shmang transaksionet e nxituara dhe kontrollo mirë çdo investim. Njerëzit rreth teje mund të sjellin lajme të këndshme në shtëpi ose plane të reja për rituale familjare që forcojnë lidhjet. Binjakët. Dita sjell një fazë reflektimi dhe qartësie të brendshme, ndonjëherë përmes ndalimit të shpejtë dhe ndryshimit të ritmit. Mund të ndihesh pak i hutuar ose emocionalisht i trazuar. Organizimi dhe durimi do të ndihmojnë të rifitosh kontrollin e mendimeve. Në punë, sqarojeni çdo dialog për të shmangur keqkuptimet. Në dashuri, komunikimi i qartë është çelësi. Gaforia. Sot fokusohesh në ekuilibrin emocional dhe harmoninë familjare. Bashkëpunimi në punë të sjellë rezultate të mira dhe vëmendja ndaj detajeve të vogla forcon lidhjet me kolegët. Në dashuri, sakrificat e vogla dhe vëmendja ndaj partnerit sjellin rehati dhe afrueshmëri. Financat ecin mirë kur i menaxhon me kujdes. Luani. Kjo është një ditë kur preferohet fokusimi tek qëllime të rëndësishme. Mos lejo shpërqendrimet të largojnë nga ajo që dëshiron. Në punë, zbatoje planin me vendosmëri dhe mos prisni të humbasësh mundësi. Në dashuri, gjej kohë për partnerin dhe shprehje të sinqerta. Kjo forcon lidhjen. Virgjëresha. Energjia e ditës të fton të pranosh ndryshimin dhe të përqendrohesh tek vetë kujdesi. Në punë mos u përpiq të shpëtosh çdo çështje. Ndonjëherë tërheqja ndihmon për të rifituar qetësinë. Në dashuri, respektimi i nevojave të njëri tjetrit ndihmon marrëdhënien të rritet. Peshorja. Balancimi midis punës dhe jetës personale është kyç sot. Në punë, taktika dhe diplomacia janë aleat yt. Shmang konfliktet dhe fokusoje energjinë tek marrëveshjet e arsyeshme. Në dashuri, bisedat e qeta dhe të sinqerta sjellin një lidhje më harmonike. Akrepi. Energjia jote sot është e thellë, intensive dhe e transformimit të brendshëm, ideal për vendime thelbësore dhe për të bërë hulumtime të rëndësishme. Në punë do të fitosh vlerësim dhe respekt për përkushtimin. Në dashuri, momentet intime dhe komunikimi i sinqert forcojnë lidhjen. Shigjetari. Kjo ditë kërkon durim dhe vendosmëri. Në punë, rezultatet nuk vinë menjëherë, por përpjekjet e qëndrueshme premtojnë sukses të qëndrueshëm. Në dashuri, prania dhe përkushtimi ndaj partnerit janë çelësi për një lidhje të fortë. Financat ecin mirë kur ke një plan të qartë. Britsjapi. Puna e palodhur dhe dedikimi sjellin rezultate solide sot. Në dashuri, konsistenca dhe fluksi i vëmendjes ndaj partnerit krijojnë një vend të sigurt emocional. Mendohu mirë para se të marrësh vendime financiare. Planifikimi është aleat i suksesshëm. Ujori. Dita është pozitive për harmoninë mes jetës personale dhe asaj profesionale. Mbështetja e familjes të forcon, ndërsa ndërmerr vendime të rëndësishme. Mund të ketë edhe mundësi për zgjidhje në lidhje me pasuritë ose përmirësime në shtëpi. Në dashuri, koha cilësore me partnerin sjell lumturi dhe afrueshmëri. Peshqit. Sot intuita, kontrolli emocional dhe përqendrimi në objektivat e ardhshme janë forca jote. Mund të shfaqen mundësi për arsim, udhëtime të brendshme ose plane për të ardhmen. Në dashuri, thellësia dhe mbështetja reciproke balzojnë energjinë pozitive. Horoskopi në Top Albania Radio.